Në gjimnazin Raqi Qirinxhi, pas ditën e djeshme u organizua një talk show. Kanë qenë 45 nxënës të viteve të dyta, të cilët u veshën në petkun e personaliteteve të njohur botërore, duke mësuar jetën dhe arritjet e tyre kryesore në gjuhën angleze, me qëllimin për t'u prezantuar para mësuesve të anglishtes të rrethit të Korçës me një anglishte të kulturuar. Aktiviteti u organizua nga mësuesi i anglishtes në shkollën Raqi Qirinxhi, Alfred Kola, në kuadër të kurikulës së re të gjimnazit, e cila parashikon që brenda 3 viteve të gjimnazit, nxënësit duhet të organizojnë 18 orë punë me projekte. Pikërisht aktiviteti i organizuar ishte një projekt shkollor. Sipas informacioneve nga drejtoresha e gjimnazit Raqi Qirinxhi, Elion Bashi, qëllimi i projektit ishte që gjuha angleze të përvetësohet nga masat e popullsisë për të krijuar nxënësin qytetar të Europës moderne. Dhe për këtë shkak nxënësit e përzgjedhur në projekt kanë qenë nxënës të nivelit mesatar dhe nën mesataren. Një tjetër synim i projektit ishte të aftësojnë nxënësit në gjuhën angleze në mënyrë që ata të paraqiten denjësisht në provimin e anglishtes, i cili do të jetë provimi detyruar në maturën shtetërore në vitin e ardhshëm shkollor. Aktiviteti u konceptua në formën më të lirshme dhe më spontane të mundshme. Nxënësit si personazhe të njohur takonin mësuesit e anglishtes, duke biseduar me ta dhe duke shëtitur në rrugicat e lulishtes së shkollës, ndërkohë që u ofronin mësuesve të merrnin pjesë edhe në një koktej modest. Si e vlerësoni këtë aktivitet? Ky është një projekt shkollor, është një projekt i rëndësishëm, në të cilin janë ftuar të marrin pjesë mësuesit e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme në kuadrin e kualifikimit për të shkëmbyer eksperiencë me njëri tjetrin dhe besoj se është një eksperiencë mjaft e vlefshme. Ju duket gjetje e veçantë ose një mënyrë më e mirë e të mësuarit anglishtes ky lloj aktiviteti? Po, patjetër. Është një iniciativë e bukur, nxënësit janë goxha të përgatitur, urime. Më duket një iniciativë shumë e mirë për sa i përket nxënësve, sepse janë aktivizuar në një projekt shumë të rëndësishëm dhe nga aq sa kam dëgjuar i përgëzoj. Si e vlerësoni këtë aktivitet? Interesant. Ndryshe nga aktivitetet tjera që janë zhvilluar, ku nxënësit përgatiten për një koncert ose një dije tjetër, një risi e re. Këta nxënës jo vetëm që tentuan të flasin gjuhën angleze në mënyrë të kulturuar, por mësuan gjatë provave edhe jetën e personazheve që kishin zgjedhur shokët e tyre. Është një aktivitet i cili i shtyn të gjithë nxënësit që të shfaqin aftësitë e tyre, sidomos në gjuhën anglisht, dhe i ndihmon dhe ngelet gjithmonë për ta si një përvojë shumë e mirë që kanë përjetuar ata në shkollë. Është një mundësi shumë e mirë që na është dhënë, edhe i falenderojmë për këtë gjë, dhe mendoj se është një mundësi mjaft e mirë, sidomos që do na ndihmojë, është një përfitim mjaft i madh për ne. Është një projekt shumë i bukur që kemi organizuar me profesor Alfredin dhe është një gjë interesante sepse kemi mësuar të flasim për personalitete të ndryshme dhe kemi pasur mundësi t'ja u prezantojmë dhe profesorëve që janë këtu. Ky aktivitet është një risi për shkollën tonë dhe gjithashtu edhe për qytetin. Mendoj se është një nga aktivitetet më të mira që ka organizuar kjo shkollë dhe mendoj se ja vleti për të organizuar gjithë si parti të vogël dhe duke njohur njerëz të rinj e duke prezantuar personazhet tonë tek mësuesit e anglishtes. I gjithë aktiviteti u shoqërua në flaut nga Ilia Lulo dhe në organo nga Alfred Kola. Në vazhdim nxënësit dhe mësuesit pjesëmarrës dëgjuan një esej në gjuhën angleze të përgatitur nga mësuesi Alfred Kola, i cili i ftoi nxënësit ta shohin mësuesin në një këndvështrim të ri, duke ju shpjeguar se mësuesi gjatë mësimdhënies duhet të përdorë strategji të ndryshme me nxënës të ndryshëm, pasi të gjithë nxënësit kanë personalitete që duhen zbuluar. Mësuesi duhet të besojë në vlerat që ka çdo nxënës dhe në prirjet e tij, tha Kola, ndërsa në rast se një nxënës dështon, ai nuk duhet ndëshkuar apo përjashtuar nga klasa, por duhet të ndryshojë strategjia e mësuesit në mënyrë që të gjithë nxënësit të mësojnë të ecin para. Gjetja më e veçantë e kësaj eseje ishte shprehja se mësuesi në orën e mësimit përfaqëson fëmijët e nxënësve të tij, pasi nxënësit duhet të mësojnë të arsimohen e të kulturohen për të edukuar fëmijët e tyre në një të ardhme. Pra nxënësi i sotëm do të jetë prindi i nesërm, që do të edukojë brezin e ri. Në përfundim të këtij aktiviteti të veçantë dhe spontan, nxënësit kënduan edhe disa serenata korçare të përkthyera dhe të përshtatura në gjuhën angleze.